tjetër. Edhe këtu, a i qalon, që e kam thënë në hapër, a i vjen atje, thëtë që kjo, Mickovski, thëtë, është tregohet nuk është aq i varur nga Vučići, a del atje raporti i Këshillit Evropian ku thotë që Maqedonia është e rrezikuar nga bota serbe, se burshtetësit e çojnë në botën serbe. E do njeni gënjen tashti, ose kryeministri në detyrë, ose raporti gënjen. A unë e di që gënjen kryeministri në detyrë, që e them publikisht i Kosovës gënjen. Se ai është shumë pro-sërb. Mickovski është më pro-sërbi që e kemi pasur. Ke gjetur shpjegimin përveç atij komentit që s'ka një shpjegim tjetër. Shpjegimi tjetër është, ku ta di unë, ndoshta kokëforcia, ndoshta ajo se s'ka si të rriqen. Se, shqyqo, njëherë është e turpshme ai njeri të qëndroj pas vlenit. Me të vërtet, është e turpshme. Kur i sheti kush janë ata, edhe thu, kyt ashti, kjo me të vërtet, unë këtu fillon habia e parë. Fare me këtë zutë them se të qëndrosh mbas BDI-s, mbas kryesisë së BDI-s është diçka më, është njësoj e turpshme. Ndoshta edhe më e turpshme. Mirë po ti të qëndrosh mbas këtyre, që kanë qenë, mbas tyre gjyshëre që kanë qenë edhe në komunizëm edhe këtë. Edhe që vetëm din të thonë atë që u alejon Mickovski, edhe dalish mu të mshesish mend, thu shqyqo kjo është se unë qëndroj mbas ati. Me vërtet, atëherë, ose je vetë budall, ose konsideron se gjithë njerëzit rreth janë budallë. Qa po ndodh në Maqedoninë e Veriut, se e thash edhe në fillim